janë mbush diku 500 dhe më shumë vite që nga qepja, dizajnimi i kësaj veshje. Ndoshta do të kenë mundësinë edhe vende tjera të Kosovës me pa dhe të paktën edhe bashkëdhëtar tonë. A kanë me pas në YouTube ose në këto rrjetet sociale? Do ta shfaq edhe në platforma digjitale, në YouTube. Kam kanalin tim në YouTube aty dhe do ta vendos. Po fillimisht do isha me nxit kureshtjen, që gjithë me qenë kureshtar që ka përmban dokumentari, historinë e arbreshve, sepse kemi mësuar në shkolla për arbreshët, po jo thellësisht me u njoft me kulturën edhe gjithë ato elementet identitare që i kanë arbreshët, sidomos veshja, siç po e shohim edhe këtu në ekran. Po, pikërisht tek veshja, deshta me të pyet sepse duket shumë unike. Shumë unike është. Edhe kjo veshje, dhe më thonë, ka histori 500 vjeqare, më thonë, është fjalla për, se unë që shvillim e prezentoha, thash, Valdrin Sahiti asaj kohë është shumë i mirë. Shë që këto veshje janë prej asaj periudhe kohore. Zonja të Arbreshe na kanë ndihmu edhe na kanë besu veshjen e gjysherve që e kanë trashëgu brez pas breze, që përkon me vitet, do të thotë janë mbush diku 500 dhe më shumë vite që nga qepja, dizajnimi i kësaj veshje, që une e kam vesh në dokumentar. E tash, kjo veshje, pikërisht kjo? Kjo është. Kjo është veshje si dizajn i asaj kohë? I asaj kohë. Gjithë shka është, do të thotë, e ruajtur me shumë kujdes nga këto gratë arbreshe, që është përcjell brez pas brezi, nga gjyshet e tyre. A ishtë ndonjëra prej veshjeve që kish shumë vjetë, në aspektin kur është punu? Të dyja, do thot kjo me mëndafsh dhe ajo tjetra me të kuqe, ishin të dyja diku 500 dhe më shumë vjeqe. 500 vjeqare kjo veshje? Po, kisha fatin ta veshja. Do më tonë kanë jetu këto, nuk janë... Janë ruajt me shumë kujdes. Shumë është interesant. Pa më do po flasim para 500 vjetëve është bo qepja. Po. Edhe në qëfar forme? Edhe në qëfar forme, kishte shumë pjesë, gjatë dokumentarit do të shohin ata që do të kenë mundësi, që se cilën pjesë e kam gjiru, që me pa gjitha elementet e veshjes. Këto quen petka arbresha, në gjuhën arbresha, edhe ka qenë një emocion i papërshkruar, kur e kam vesh. Me të vërtet, si që thot edhe Salvadore, një nga intervistuset të Gjako nuk bëhet uj, edhe ndjeva të peshen e gjitha saj që ka kanë mundur me përjetu arbreshet. Deri sa ke realizu biseda, se normalisht nuk është e mundur gjitha më i përfshi brenda dokumentarit, po më interesan, të paktën ata që janë, thani, që mbajnë mend, trajtimi i arbreshve ndaj vetë shtetit italian, si është, edhe si ka qenë? Ka qenë i mirë, nuk është letë me mbjetu gjitha histori edhe mes me ushdu, se po flasim për 5 shekuj. E vërtet, kjo duhet jetë edhe një shenjë mirënjohje për shtetin italian, që ka mundësu si minoritet me mbajt gjallë kulturën e tyre. Po, kryetari ka disa kërkesa në dokumentar për shtetin drejtuar institucioneve italiana, kërkon që të inicohet një projekt që të mundsohet gjua arbreshe në sistemin kurikular shkollor, me profesor, por këtë thot edhe për gjuhën shqipe, jo vetëm për gjuhën arbreshe, edhe për gjuhën standarde shqipe, e kërkon, kështu e ka si kërkes, me që dokumentari është edhe në gjuhën italiane, ndaj do të mundohemi që me bart këtë kërkes aty ku duhet. Dhe kryesisht mirë duke që ka funksionu këj bashkëpunimi i Italis me arbreshet,